Mirëmëngjes të dashur binjakët, do bëjmë një mesazh për ju, tetë të shpatës. Në fakt është një nga letrat që flet me zë të fortë për burgosje mendore. Ndjenja bllokimi dhe pamundësie për të parë një zgjidhje. Në këtë ilustrim shikoni figura duket e kapur në panik me fytyrë të ndarë, si një person që ndjen se po shpërbëhet nga brenda. Shpatat përpara krijojnë një ndjesi muri ose kufizimi të dashur binjak, ndërsa dritarja dhe hëna lart sugjerojnë se një dritë apo dalje ekziston, por nuk jeni duke e parë nga paniku apo nga mendimet, bllokimet negative. Bllokimi që ndjen të dashur binjak është në mendjen tënde, jo në realitetin tënd. Po ndihesh e ngujuar, sado që është, duhet të ndalem këtu, sado që është një situatë sfiduese, ndonjë shqetësim, nuk do të thotë që jeni ngujuar aty për gjithmonë dhe nuk ka zgjidhje. Për çdo gjë gjithmonë ka një zgjidhje tjetër, një mundësi tjetër. Mendimet e frikës apo pasigurisë të dashur binjak apo fajit janë ato që të mbajnë në vend. Në momentin që ndalon, merr frymë dhe vëzhgon situatën pa dramë, pa e egzageruar, hapësira për të dalë nga kjo situatë shfaqet. Zakonisht të bëjmë zgjidhje kur jemi në ankth. Duhet të shqetësohemi më parë, duhet të sfidojmë bindjet që na thonë se nuk mundemi, nga që janë vetëm mendime dhe jo fakte. Ky mesazh është një thirrje për vetdije dhe fuqi mendore të dashur binjak. Të kujton se shpëtimi është më afër se ç'mendon apo mundësia është aty, por duhet të besosh absolutisht në këtë, nga që mendimet e tua je duke i bllokuar vetë. Kjo është të t'i shkaktosh vuajtje të panevojshme vetes tënde.